t'i tham disa fjalë për kitazi me relacionin e librit tonë të Shejt në raport me libra të tjera. Ekzistojnë 3 relacione të Kuranit Fisnik në raport me libra të tjera. Relacioni i parë është Kurani Fisnik na tregon neve se ai është shpallja e fundit e Zotit Madhreshëm, që është ardhur mes tjerash me i vërtetu edhe disa pjesë, domethënë të librave të Shejta para tij, e sidomos në kontekstin e profecive. Dhe këtu mendoj që kjo është ai konteksti që ne po duhemi me bisedu. Kurani Fisnik vazhdimisht ju ban thirrje i tharëve të librit dhe vazhdimisht e kërkon konfirmimin e tyne se ata janë kanë të paralajmëruar për ardhin e Muhamedit a.s. Allahu i Madhnush nëpërmjet Kuranit, veçanërisht nga hebrejt, e kërkon vazhdimisht atë konfirmimin e tyne, ose e kërkon një farë lloj pranimi se ata kishin informacione për ardhin e Muhamedit a.s. Sepse shumë njerëz kanë herë i ngatrojnë gjanat. Na thojnë neve Kurani është njëjtë, Adem këtu, Adam atje, Eva, Abrahami, Ibrahimi e kështu me radhë. Ky farë lloj pretendimi e ka dhe pikpamjen tjetër. Fakti që Kurani përmend emrat të historive të përmendura në librat e Shejta, kjo tregon që, siç e pohojnë gjithë besimtarët, që gjitha këto libra të Shejta kanë burim Zotin e Madhreshëm. Problemi jon me këto libra është që për ne ato e kanë humb origjinalitetin. Mirë, po në origjinë edhe na besojmë që ato kanë qenë libra të Shejta, veçanërisht çto paralajmërimet që janë kanë për Muhamedit a.s. Domethënë specifikisht kur themi Kurani ka ardhur me i vërtetu lajmet të cilat kanë ekzistuar në librat e Shejta, specifikisht mendojmë që ka të bëjë edhe me paralajmërimin për ardhin e Muhamedit a.s. Çështja e dytë e Kuranit është Kurani i kritikon i tharët e librit, specifikisht hebrejt, duke i konsideruar se ata kanë bën një farë lloj devijimi të fjalëve, kanë bën një farë lloj ndryshimi të fjalëve, domthonë kanë lujt me tekstin, gjithmonë në përpjekje me fsheh të vërtetën e madhe, e cila ka të bëjë me ardhin e Muhamedit a.s. Dhe e treta, çështja e tretë është Kurani vjen si një libër mbizotrues. Siç e kemi thënë gjithmonë, domethënë Kurani vjen si verdikti i fundit, i cili domethënë vjen për t'i vërtetu ato që janë të vërteta dhe për t'i mohu ato që janë të pavërteta. Prandaj ne Kuranin e kemi si gjykuesin përfundimtar. Ajo të cilën Kurani e llogarit vërtet te i thartë e librit, edhe ne e konsiderojmë vërtet, ato që e mohon Kurani e mohojmë edhe ne, dhe ka gjëra të cilat Kurani ka hesht rreth tyne, as nuk i ka pohu, as nuk i ka mohu Allahu i Madhnushëm në librin e Shejt.